investohesh vetëm tek policia dhe të lesh të lësh inteligjencën me 10% të buxhetit që ka policia e shtetit, dhe çfarë policie e shtetit kemi, që në çdo atentat del një efektiv policie i përfshirë, qoftë nga njëri krah apo nga krahu tjetër. Të rrisësh buxhet për një polici që në çdo atentat faktohet që është e inkriminuar dhe të heqësh buxhet tek inteligjenca që do mund të informonte dhe të arrestonte dhe të parandalonte inkriminimin e këtyre institucioneve me interes kombëtar. Për mua ky është krim kombëtar. Mungesa e buxhetit në inteligjencë vërteton përfundimisht që kjo qeveri nuk ka plan të investojë në sigurinë e jetës dhe mbi gjitha në sigurinë kombëtare. Rasti i aeroportit faktoi përfundimisht sepse ishim këtu në këtë komision me ministrën e brendshme atë ditë që po njësoj na siguronte se ne jemi një vend shumë i sigurt. Dhe nuk kaluan 10 minuta pasi ministrja e brendshme u çua pikërisht nga ajo karrike dhe një atentat i tmerrshëm ndodhi në aeroport, ku mund kishte edhe viktima civile, përkatësisht një djalë i ri, kishte edhe antar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Plumbi i shkoi tek makina, deportojnë makinë, Zoti e mbrojti që nuk deportoi tek ai. Po sa qytetarë tjerë kanë mbetur të vrarë nga përplasjat e bandave. Por sa kohë do të organizosh një atentat të tillë në atë pikë nevralgjike të shtetit, sa kohë do grupi që e ka marrë përsipër ekzekutimin e personit ta organizosh? Si ka mundësi që në atë rreth që ka policë sa herë shkon, kësaj radhe s'kishte? Këto të gjitha do t'i kishte përgjigjet inteligjenca shqiptare, por kur e lë pa buxhet, s'ka se si të bëj punën. Por kur edhe inteligjenca dhe e prorët nuk vinë të kërkojnë llogari që pse po lejohet që ne të kemi këtë buxhet kaq të papërfillshëm, sepse ju thash 1.6% të buxhetit tuaj për transferta të tjera dhe 14% e buxhetit që ju kanë dhënë është për çështjet që duhet merren ju. Ndërkohë 77.4% janë vetëm paga dhe rroga, pra që ja bëjnë juve komplet të papërfillshme punën, të pamundur punën tuaj. Unë nuk e kuptoj pse është kjo mungesë reagimi dhe kësaj çështje me interes kombëtar. Trafiku i drogës në Shqipëri nuk bëhet më nëpër lokale, se po shet njëri 1 gram apo 2 gram. Po kemi raporte ndërkombëtare, qoftë Departamenti i Shtetit, qoftë Antimafia Italiane, qoftë Europoli, që thonë që kartelet shqiptare po kontrollojnë portet jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Europë, siç është rasti në Belgjik apo në Holland. Ndërkohë, këto kartele këtu po ndërtojnë pallate e kulla. Dhe ne s'kemi informacion dhe hetim se ku janë këto, se çfarë bëjnë dhe si infiltrohen deri në këtë pikë edhe në ekonominë shqiptare. Kemi denoncime publike shumë serioze për ministra që kanë qenë ulur në tavolinë me trafikantë për ndërtuar kulla, siç është rasti i kullës Mali i Tiranës. Është publike. Po ne s'kemi inteligjencë që të merret me këtë çështje, dhe me këto çështje merren gazetarët. Ko që me këto duhet merret inteligjenca. Siguria kombëtare është rrezik. Kemi rënë pre e sulmeve kibernetike, buxheti juaj nuk ju lë juve të bëni luftë me ata që sulmojnë Shqipërinë në këto forma.
ju me këtë buxhet s'keni lek të blini iPhone-a. Dhe jo të bëni luftë kibernetike me armiqtë tanë. Ky është buxheti më qesharak që mund të gëzojë në histori. Nuk është parë ndonjëherë, nuk ka vend të botës që i jep 10% të buxhetit policisë inteligjencës. Dhe nuk ka të bëjë fare me sa persona punojnë në policinë e shtetit, sepse ato rriten fiktivisht punojësit, dhe është treguar jo nga opozita si sulme politike, por nga raporte zyrtare ndërkombëtare, të cilat ne kur duham i referohemi e kur s'duham nuk i referohemi, që policia është e politizuar. Shpresa është që shiku mos jetë i politizuar. Shpresa është që inteligjenca mos jetë e politizuar. Por kur vjesh përballë ti buxheti, në vend të vim këtu dhe duhet që sot te ky komision ti tregohesh e këtij komisioni dhe nëpërmjet këtij komisioni ti tregohet qeverisë që e keni lënë inteligjencën shqiptare pa buxhet, tu vjet për të thënë kemi rritje në buxhet. Se është buxheti më i madh dhe buxheti më i mirë. 70% të buxhetit më të madh në histori e merr Ministria e